Të nderuar qytetare, vlonjate, të rinje të reja, student, bashkëmoshatar, jam sot këtu si një i ri, si qytetar i Vlorës, si vlonjat, si shqiptar, si demokrat. Sot Shqipëria dodhet në ditët e saj më të zeza, e mbërthyer nga korupcioni, keqeverisja dhe politikat anti-shqiptare të sektit Rama. Për 12 vite me radhë, në sundimin e një sekti, Shqipërisë i është vrarë, grabitur dhe rënuar çdo mundësi, veçanërisht për të rinjt, të cilët sot më shumë se kur janë brezi më i kërcënuar nga politikat toksike të Edi Ramës, armikut më të madh të rinisë shqiptare dhe të rinisë vlonjate. Asnjë politik nxitse për të rinjt, përveç largimit dhe shpopullimit, të cilat kanë qenë agenda e vetme e sektit Rama gjatë këtyre viteve. Të rinjt vlonjat, fëmijët e familjeve vlonjate, si pasojë e politikave anti-shqiptare të Edi Ramës dhe korupcionit të tij të frikshëm e vrastar, kanë marrë rrugët e botës, duke shpopulluar Vlorën dhe Shqipërinë, të bekuarat nga Zoti. Nga ana tjetër, korupcioni këtij sekti ka rënuar ekonominë e Vlorës dhe atë të Shqipërisë. Sot në Vlorë, Edi Rama ka monumentet e tij më të mëdha të korupcionit dhe anti-shqiptarizmit. Ai e uren Vlorën dhe vlonjatët, ashtu siç uren çdo shqiptar, ashtu siç uren Shqipërinë. Tuneli Llogaras, vepra më e frikshme korruptive gjithë këtyre viteve, ku me një të rënd të lapsit, ai dhe lubit e tij të korrupsionit kanë vjedhur 50 milion euro. Tecet lundruese, një tjetër vepër, ku çdo ditë digjen parat e shqiptarëve, dhe duke vazhduar me portin e Vlorës, ku sot Vlorën e kanë lënë pa port, pa ekonomi, pa lëvizje, pa mallra, pa oksigjen, dhe akoma më tej, monumenti i tij i anti-shqiptarizmit është shesh i flamurit, të cilin Edi Rama e politikat e tij antikombëtare e ka denatyruar, tjetërsuar e nëpërkëmbur. Prandaj, jam sot këtu si një i ri vlonjat, si qytetar i Vlorës, si student, si fëmijë i dy prindërve punëtor, si demokrat, për t'ju bërë një thirrje zemre, t'i bashkohemi protestës së nesërme, më 22 dhjetor, ora 18:00, si e vetmja mënyrë për t'i treguar keq qeverisë së si Rama, krye korrupsionit Rama, se janë të rinjt, ashtu si në vitin 1990, që do ta shporin dhe do ta flakin atë në koshin e turpit të historisë. Organizimi për protestën ka disa ditë që ka filluar, gjatë kësaj jave, ashtu siç është paraqitur dhe në media, deputeti Bujar Leskaj, në bashkëpunim me degën e Partisë Demokratike Vlorë, ka bërë një tur takimesh në gjithë bazën e Partisë Demokratike Tega Vlorë, në gjitha rajonet dhe njësitë e saj administrative, ku fokusi ka qenë organizimi për protestën e 22 dhjetorit. Partia Demokratike ka qenë gjatë gjithë kësaj periudhe në kontakt me qytetarët vlonjat, me demokratët, dhe janë marrë gjitha masat për organizimin e protestës ditës së nesërme. Patjetër, organizimi ka filluar, për çdo protestë janë marrë masat paraprake, organizimi është bërë me makina, me vetura, me autobuza, fugona, ku çdo qytetar i vlonjat i është dhënë mundësia që t'i bashkangjitet protestës së Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare. Numri pritet të jetë mbi 700 pjesëmarrës, ka qenë tërkohës në këto shifra 700, 800 dhe 1000 qytetarë vlonjat, të cilët do i bashkangjiten protestës ditës së nesërme.